Dita e fundit për kodin zgjedhor, por partitë nuk i afruan qëndrimet e tyre as edhe 1 milimetër. Kryeministri Kristian Mickoski, i pyetur nëse është e mundur që zgjidhja ligjore të miratohet në momentin e fundit dhe me këtë të përmbushet obligimi nga agjenda e reformave, tha se nuk është optimist, ndërsa fajin i hodhi opozitës. Не сум оптимист, затоа што имаме работа со неодговорни и незрели политичари во опозицијата. Јас денеска ги повикувам на зрелост, на одговорност и председателите на Демократската унија за интеграција, СДСМ, Левица, крилата на Зијадин Села, на Арбен Таравај да седнат заедно како опозицијски партии, да се договорат и нека донесат закон во кој што е вклучено гласањето на опозицијата. Еве ние до кога они ќе го сметаат дека тоа е завршено, кога ќе го донесат, ние ќе го прифатиме. Nuk ka paralajmërime për ndonjë marrëveshje apo lëvizje të mundshme para skadimit të afatit nga partitë opozitare. Dje kryetari i LSDM-s Venko Filipçe tha se për të kërkesa e pushtetit për votimin e diasporës është një përpjekje për vjedhje zgjedhore. Sot përmes një komunikate nga partia akuzuan se pushteti po manipulon me pretendimin se kodi zgjedhor është kusht për përparimin drejt Bashkimit Evropian. Teza se blokada e kodit zgjedhor pengon Maqedoninë të përparojë drejt Bashkimit Evropian është një manipulim i vetëdijshëm. Bashkimi Evropian nuk kërkon ndryshim të kodit zgjedhor sipas masës së një partie. BE kërkon zgjedhje kredibile, të drejta dhe transparente, gjyqësor të pavarur dhe luftë kundër korrupsionit. Edhe pse përmirësimi i legjislacionit zgjedhor është pjesë e agjendës më të gjerë të reformave, zgjidhjet konkrete që aktualisht po i shtyn pushteti nuk janë obligim ndaj Bashkimit Evropian. Mickoski lidhur me këtë vërejtje tha se edhe Eurokomisionerja Marta Koska konfirmuar se kjo është pjesë e reformave të rëndësishme për integrimin evropian të vendit. Nga Levica akuzuan se LSDM ka një marrëveshje të fshehtë me Mickoskin dhe se për këtë arsye nuk lejuan bashkimin e opozitës për një njësi zgjedhore. LSDM mbeti fuqishëm në marrëveshjen e fshehtë me VMRO-DPMN që kodi zgjedhor të mbetet i pandryshueshëm, si një marrëveshje operative mes aktorëve të rendit të vjetër, me qëllim që ky model të mbijetojë, sepse pikërisht ky modeli ushqen ata dhe shkon në dëm të levicës. Kodi zgjedhor mbeti i blokuar nga opozita pavarësisht se dje euroambasadori Mihalis Rokas shpreh optimizëm se ligji mund të miratohet dhe u bëri thirrje partive që të arrijnë konsensus për këtë çështje.